Kanë nisur zyrtarisht punimet për rikonstruksionin e stadiumit Beslidhja në Lezhë, impjantit më të rëndësishëm sportiv në qytet. Projekti parashikon vendosjen e një tapeti të ri me bar natyral, si dhe ndërhyrje në bazamentin e fushës, me qëllim për mbushjen e standardeve më të larta të kërkuara për zhvillimin e ndeshjeve dhe stërvitjeve. Ky investim vjen si pjesë e një strategjie më të gjerë për përmirësimin e kushteve infrastrukturore në futbollin vendas, duke i dhënë një shtysë të re zhvillimit të sportit në Lezhë. Drejtuesit e klubit, me në krye presidentin Pjerin Fushaj dhe administratorin Claudio Fushaj, theksojnë se fusha e re do të krijojë kushte optimale për futbollistët, duke ndikuar drejt për drejt në rritjen e cilësisë së lojës dhe përgatitjes. Po ashtu ndërhyrja pritet të ketë ndikim pozitiv edhe për tifozët, duke ofruar një ambient më dinjitoz dhe më cilësor për ndjekjen e ndeshjeve në stadiumin Beslidhja. Ky projekt po realizohet në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit në kuadër të investimeve për zhvillimin e infrastrukturës sportive në të gjithë vendin. Ndërkohë, edhe drejtuesit e Bashkisë Lezhë e konsiderojnë këtë ndërhyrje si një hap konkret drejt modernizimit të faciliteteve sportive dhe rritjes së standardeve të futbollit në qytet. Punimet pritet të përfundojnë brenda një afati të shkurtër kohor, duke bërë që stadiumi të jetë gati për sezonin e ardhshëm me kushte të përmirësuara ndjeshëm.